Zhvillimet më të fundit nga konflikti SBA-Iran, por edhe çfarë ka prodhuar ai gjatë këtyre ditëve, me kënaqësi do t'i bashkëbisedoj me zotin Spartak Topollaj, ish ambasador i Shqipërisë në Egjipt. Zoti Topollaj, faleminderit që erdhe. Thjesht diplomat. Diplomat. Kënaqësi që të kam në studio. Faleminderit, edhe kënaqësia është e imja. Ju falenderoj për ftesën. Do të doja vetëm 1 minutë një prolog për temën, sepse kur flasim për Iranin, do kemi parasysh që është një nga shtetet ku civilizimi njerëzor njohu ndoshta për herë të parë zhvillimin. Nivelet të jashtëzakonshme, bie dakord. Të kalojmë pasaj që u bë perandoria e madhe, persianët. Mos të harrojmë luftrat me Aleksandrin e Madh të Maqedonisë, Darin e Xerxin, zhvillimet e më pastaj me po kaq të famshme. Persët kanë nxjerrë edhe Omar Khayamin e Madh, autorin e rubajrave të famshme, të përkthyera ose të shqipëruara në mënyrë geniale nga një nga mendjet më të ndritura të kombit ton, kolonjarit të madh Fanoli. Po, jo vetëm Omar Khayamin, Firduzin gjithashtu. Firdusiun, Kudusiun, po për mos u zgjatur i rash pak më shkurt që në fakt, do doja edhe unë shumë që të flisnim për traditën, kulturën e Iranit. Për të folur për Persin dhe për Iranin, natyrisht duhet kohë, nuk është kjo. Duhet pa kohë. Për të kjo parantezë për emisionin dhe ky prolog që po bëjmë. Po sidoqoftë, 2-3 gjëra të vogla pra duheshin thënë. Dhe zhvillimet arritën deri atje, i pasur jashtëzakonisht me pjesën më të madhe të pasurive nën-toksore, po dhe mbi toksore. Irani është lakmuar nga fuqitë e mëdha, po të vim në shekujt 18-19 kur fuqitë e mëdha si kolonizatore, si Britania e Madhe, synonin edhe naftën, sidomos në shekullin e 19, British Petroleum, Oil Company, e të tjera, dhe zhvillimet brenda pasaj kondicionoheshin nga synimet e fuqive të mëdha, u arrit në 1951, 52, 53 të bëhen përpjekje për demokratizimin, bile u formua dhe një qeveri demokratike me kryeministër Mohammad Mossadegh, i cili nuk mbijetoi gjatë në pushtet, rreth 2-3 vjet, erdhi me ndihmën e anglo-amerikanëve, sidomos anglezëve, erdhi në pushtet shahu i Iranit dhe dinastia e Pahlavi, Mohammad Reza Shah. Pse erdhëm në këtë pikë? Erdhëm në këtë pikë sepse natyrisht interesat e mëdha të fillim shekullit dhe të mesit shekullit të 20 lidheshin shumë me karburantet, me naftën. Dhe Irani i pasur jashtëzakonisht shumë me naftë, me gaz, por edhe me pasuri tjera, me urane tjera, natyrisht ju interesonte fuqive të mëdha, dhe ata donin një Iran të stabilizuar me një njeri që ishte njeriu i tyre. Dhe shahu i plotësonte këto kritere. Shahu bëri përpjekje për ta modernizuar Iranin dhe e modernizoi, s'mund t'i mohohet, por paralelisht me modernizimin e Iranit ai forcoi shumë policinë sekrete, Savakun. Ishte një lloj sigurimi i shtetit siç kemi pasur ne. Dhe natyrisht Savaku ishte i ashpër dhe për këtë më shumë është ndeshkuar shahu. Por për shahun do themi edhe diçka interesante që siç dihet, ai u martua me motrën e mbretit Faruk të Egjiptit, vajzën e mbretit Fuad, pra nga dinastia e 10 shqiptare që qeverisi, e Mehmet Ali Pashës, që qeverisi 150 vjet Egjiptin. Ajo konsiderohet, dhe sot e kësaj dite që po flasim, mbretëresha më e bukur e të gjithë kohërave. Qartë, pse është kërcënim sot Irani për botën? Irani, ndoshta duhet thënë 10 sekonda dhe kjo që peshqesh këtë Iran të sotëm e kemi nga Franca. Pse? Ajo mbajti Ayatollah Khomeinin dhe në 79, duke përfituar dhe nga regjimi i ashpër i dinastisë Pahlavi, i shahut, nxiti revoltat, u përmbys regjimi, pruri nga Parisi Ayatollah Khomeinin dhe nga 79 deri në 89 u vendos pushteti i Ayatollahve, regjimi totalitar islamik. Pra nga Ayatollahut e kemi gjithë të. E kemi nga Franca. E kemi nga Franca që e mbështeti. Po patjetër. Jo e mbështeti, po e solli Franca, se është tjetër gjë ta mbështeti, e solli Franca. Dhe vajti të vër vetulla dhe nxori syt.
Në krahasim me ajatollahët, shahu ishte shumë i pranueshëm. Se këta, përveç policisë sekrete, Savakut që kishte shahu, por shahu nuk bënte këtë ekstremizmin që të varësh vajza dhe djem pse ndjekin modern, pse del me fund e me fustan, pse nuk mbullohet. Pra, kështu siç ka qenë Irani gjatë tyre ditëve, ishte i rrezikshëm, apo jo? Dhe duhet u menaxhonte. Irani i ajatollave, se thash, vetëm 10 vjetë sundoi Khomeini sepse vdiq. Dhe vendin e tij e zuri Ali Hossein Khamenei. Dhe aktualisht djali i tij, Moshtaba Khamenei. Qartë. Sa zjat ky operacion ushtarak në gjykimin tënd? Ky operacion, ndoshta e thash edhe përpara, kur sapo hyra këtu në studio, është vështirësisht i parashikueshëm. Nuk mund thuash ta përcaktosh kaq ose aq, po mendoj se rezistenca e Iranit midis 30 dhe 40 ditëve mund të ngjasë që të rezistojë Irani, për arsye se ka forcë toksore. Aviacioni pothuajse nuk ekziston më për Iranin, edhe flota është e mbytur në det, shumica e anijeve etj. Ata mbështeten tani tek nën toka, ku kanë tunelet e bunkeret e tjerë, mbështeten dhe të një numër i madh ushtarazh, sidomos të gardës kombëtare, pazaran, që mendojnë ata se do luftojnë, por amerikanët duket qartë që nuk kanë ndërmend të hynë me forca, me trupa toksore. Toksore, po. Është kohë e humbur. Ato do ta e ka thënë, është kohë e humbur. Në kuptimin e shkuj që si jemi të shpëndur të vrasim djemt tanë, do ta zgjidhim në mënyrën tjetër, dhe mënyra tjetër është kjo, me bombardime. Çfarë duan të arrijnë SBA-t? Fuqia e madhe, në radh parë ata duan ta ndrojnë këtë regjim totalitar, fundamentalist islamik, që është një shpërfytyrim i islamit vërtet. As Muhameti i Madh me Kuranin e tij famoz, as të tjerët që kanë pasur mend në kokë, nuk e kanë quar kur, se ka shumë vende muslimane që janë të moderuar krejt normal. Ndërsa këta janë çmendur me një fanatizëm absurd, me një represion të madh ndaj atyre që nuk zbatojnë gjoja këto. Të them vetëm një detaj të vogël, tek jepnin kurrikulumin e Moshtaba Khamenei, që është djali i dytë nga 4 djemë dhe 2 vajza që kishte, Khamenei, dhanë pasurinë e tij, $300 milion. Lind pyetja, me çfarë i bëri ky $300 milion? As ka biznes, as ka investime, ky ishte një klerik i mesëm, ishte djali i Khameneit. Si i pas ka ky $300 milion? Qartë. Do thushti edhe këta ajatollahët tanë nuk kanë më pak. Që jemi të sinqertë. Ne nuk e dim shumë në vërtet, për që janë rezervuar në për banka offshore tjera, milione e milione. Do na fuzësh në temë tjetër pastaj. Jo, nuk po hyj atje se e di që e keni pak merak, jo se unë e kam qejf ta them. Jo, nuk e kemi merak. Është e pamundur. Po, meqense do të flasim për zhvillimet në Iran, besoj që duhet i përmbajemi temën se pastaj hapin në fronte të ndryshme. Që këta janë të korruptuar, këta që bëjnë të ndershme dhe idealistin në emër të ekstremit islam, se këta janë shiit, ti e di që i përkasin sektit të shiitëve, ajatollahët, edhe pjesë më e madhe e iranianëve, por aty ka dhe popullsi tjerë dhe besime tjera. Por lind pyetja si i bën këta pasuritë. Si e bën pra gjithë të pushtet. A të flasim pak për konfliktin dhe atë që ka prodhuar ai gjatë këtyre ditëve, për shembull, ka tërhequr shumë vëmendja e Europës, disa prej shteteve, Francës. Macroni, për shembull, ka folur gjatë gjithë këtyre ditëve përsa i përket Qipros. Sulmi ndaj Qipros është sulm ndaj Europës, thot Macron atje. Si duhet ta kuptojmë një... Patjetër që Qipëria është BE. Po, patjetër. Ashtu. Është BE. Që neve na vjen keq që nuk njeh Kosovën. Jo, e di, unë dua të kuptoj këtë, zoti Topolaj. Ka pasur raketa për Dubain, cili nuk e ka armik Irani, ka pasur për Katarin, ka pasur drejt Turqis, ka pasur drejt Qipros. Ku ndryshojnë sulmet? Apo ka një emërues përbashkët, duan destabilizimin? Pse po e bëjnë diçka tjetër? I ndodhur në dëshpërim dhe në agoni, regjimi i ajatollahëve, qofsh baba, qofsh i biri, ky që është sot mbas Tiatit,